Për të disa tim vit radhazi është mbajtur festa e mollës në Dvoran të Korçës, ku fermerët kanë patur arsye për të festuar pasi çmimi i frutit të mollës ka shkuar deri në 80 lekë kilogrami, pothuajse dy fishi i vitit të kaluar. Në vit jemi me 80%, pavarësisht se në muajin mars, prill patëm një ngritje shumë të madhe. Kemi në varitete, për shembull në varitetin e sarkinkës dhe në varitetet e sarkinkës kemi mungesë, po prapë mbi 70% të produktit e kemi. Ferdinand Ali, një tjetër fermer i fushës së Dvoranit, tregon se pavarësisht çmimit të lartë, rendimenti i këtij viti është ulur për shkak të ngritësave në fillim të pranverës. Vit vërtet s'ka vend për ankesa, po ankojmë për prodhim si në prodhim. Ky është nga problemet që neve pasim vështirësi. Dhe thënë, një nga godet çmimi, një nga godet prodhimi. Dhe ky është një problem që po mbjetojmë me sakrifisa. Në aspektin e shitjeve, sot me i çmimit, po prodhim nuk ka sasi. Dhe kjo vjen duke u reduktuar, edhe fermerët e rinj po na largohen dhe kjo është një problem. Ndërkohë një turiste amerikane ka gatuar ëmbëlsira të ndryshme me mollë. Ajo thotë se lekët që do të përfitohen nga shitja e këtyre ëmbëlsirave do të shkojnë për restaurimin e një klase në shkollën e fshatit. Kemi shumë ëmbëlsira me bazë mollën. Së bashku me studentët e mi, kemi sjell variacione të ndryshme ëmbëlsirash për të afruar kështu klientët, për t'i provuar dhe pse jo dhe për t'i blerë. Me të ardhurat që do të mbledhim nga shitja e tyre, kemi një mision shumë të rëndësishëm për të përmbushur. Ne duam që këto para të shkojnë për restaurimin e një klase në shkollën e fshatit. Në qarkun e Korçës janë rreth 4200 hektar me mollë të varieteteve të ndryshme, ndërsa vitet e fundit prodhimi po eksportohet drejt vendeve të rajonit.